Do të flasim në këtë pjesë të fundit për çrregullimet fiziologjike të sistemit nervor ose siç quhet epilepsia apo sëmundja e tokës. Do flasim me Brunilda Zllamin, të cilën e kemi të ftuar në studio, mirë se erdhe. Neurologe e Spitalit Amerikan, e cila sigurisht do na shpjegoj edhe më shumë rreth kësaj sëmundje që unë e kategorizoj tek sëmundjet e vështira dhe sëmundjet mistike në thonjë zap. Mistike po, ndonjëherë e vështirë po, por relativisht e shpesht në formën e saj madhore, që është forma generalizuar mjaft e njohur në popull si sëmundja e tokës, por ka dhe shumë forma të tjera kjo sëmundje. Nuk është një çrregullim thjesht fiziologjik, është një çrregullim i trurit, pra vetë epilepsia në kontekstin e saj mund të përkufizohet si një çrregullim i trurit që karakterizohet nga kriza të përsëritura dhe të paprovokuara. Pra të përsëritura do të thotë që jo vetëm një krizë quhet epilepsi. Një krizë kemi tendencën që çdo njëri nga ne në kushte të caktuara të tejskajshme të bëjë një krizë epileptike dhe mendohet që rreth 10% e popullatës një herë në jetën e tyre ka bërë një krizë epileptike. Megjithatë, epilepsia duhet të ketë 2 ose më shumë kriza që të quhet epilepsi. Që quhet sëmundje tamam. Që të quhet sëmundje. Në të vërtetë, sëmundje, simptom, sindrom është folur goxha gjatë sepse epilepsia mund të jetë një sëmundje pra që pacientët kanë vetëm krizat epileptike, por epilepsia mund të jetë edhe në kuadër të sëmundjeve të tjera si një pjesë e spektrit të simptomatikës së tyre. Kështu që është mjaft e rëndësishme të njihet realisht, të njihen patjetër dhe shkaktarët dhe mënyrat për të trajtuar dhe për të mbrojtur. Do i flasim, po ama diçka që më bën përshtypje është për ta shpjeguar, sepse sigurisht ti e njeh shumë më mirë se kushdo tjetër këtë fushë. Pse quhet sëmundja e tokës në shqip? Po sepse kriza e madhe, pra kriza e generalizuar, ndodh edhe me humbje të vetdijes dhe në ato momente kur njeriu humbet vetdijen, rrëzohet dhe bie për tokë. Dhe nga kjo lidhet sëmundja e tokës. Kështu quhet në gjithë botën? Jo në të gjithë botën, sipas vendeve të ndryshme dhe triggerave të ndryshme dhe botkuptimit që kanë njerëzit në botë, emrat kanë qenë nga më të ndryshmit për sa i përket kësaj sëmundje. Është një sëmundje siç thatë që ka pasur një karakter deri diku mistik realisht, sepse në pamje të parë është munduar njeriu të japë shpjegim kësaj sëmundje të çuditshme në të cilën njeriu bën lëvizje të pakontrolluara, duket sikur në ato momente po vdes dhe nuk mban mend gjithçka që ka ndodhur dhe vetë fjala kriz, pra, do të thotë në latinisht të jesh i poseduar. Pra, sepse mendohet se këta njerëz ishin të poseduar. Prandaj fetë ndryshme e quajnë në mënyra të ndryshme. Njerëz dhe kultura të ndryshme i kanë dhënë emra të ndryshëm. Pra, sipas botkuptimit, siç e kanë kuptuar këtë sëmundje. Ndalemi pak tek shkaktarët. Shkaktarët në fakt janë të shumtë. Epilepsia në disa raste ka një bazë gjenetike dhe nuk është një gjen i vetëm, janë disa gjene që janë në studim për krizat epileptike, pra për epilepsin, megjithatë pa përhapur ndonjë terror të veçantë, jo domosdoshmërisht pasja një prindi një të afërmi me epilepsi do sjell një fëmijë me epilepsi, ama risku është tek 5 deri në 25% sipas studimeve të ndryshme. Tek fëmijët është e rëndësishme traumat dhe dëmtimet e trurit, realisht që në periudhën brenda mitrës, lindjet e vështira në të cilët fëmijët, domethënë, mund të pësojnë dëmtime nga mungesa e oksigjenit, infeksionet më pas për cilët fëmijët janë të prirur dhe populli e di që ke kujdes kur fëmija është me temperaturë të lartë, që mund të bëj lodrën e fëmijës dhe në fakt lodra e fëmijës është epilepsia prap. Jo të gjithë ata që bëjnë ato që ne quajmë konvulsione febrile, pra konvulsione do të thotë të dridhesh febrile në temperaturë të lartë, zhvillojnë më pas epilepsi, por një pjesë e tyre zhvillon sëmundjen e tokës në vazhdimsi. Më pas, përveç këtyre janë dhe dëmtimet e trurit të çdo lloji natyre në moshën e fëmijërisë,
por dhe në moshën e mesme pastaj një rol të madh zën toksinat, po flasim për alkoolin, po flasim për drograt që janë goxha të përhapura, për traumat e kokës. Që mund të jenë shkaktar i epilepsisë që mund dhe të në jenë moshë më të madhe. shkaktar i krizave. I krizave. Jo domosdoshmërisht epilepsisë, po i krizave. Dhe në qoftë se dominon këto faktor, jo domosdoshmërisht kjo sëmundje vazhdon, por mos ta harrojmë që drogat dhe alkooli krijojnë predispozita që truri të dëmtohet organikisht, pra të psoj dëmtime reale dhe këto më vonë mund të sjellin zhvillimin e sëmundjes. Tani me që përmendët tek të rinjt apo tek më të rriturit drogat dhe alkoolin, tek fëmijët kam dëgjuar që mund t'ikoj tabletat apo qëndrimi pranë televizorit? Koncepti i dritës, pra ne shpesh ata që kanë kryer ekzaminime me elektroencefalogram e kanë vënë re që në fund stimulohen edhe me dritë. Drita mund të nxjisë krizat në një fëmijë të predispozuar për të bërë epilepsi, po jo domosdoshmërisht dhe nuk ka fakte që qëndrimi për një kohë të gjatë jep kriza epileptike kur nuk e ke këtë predispozit. Pra, Vetëm në rastet kur e ke. Që të mos trembemi shumë nga kjo situatë. Traumat e kokës janë bërë një problem goxha i rëndësishëm, sidomos në ditët e sotshme, me mënyrat se si ecim me makinë, dhe përveç dëmtimeve të tjera për sa i përket funksioneve, se truri komandon praktikisht gjithçka, një traumë mund të lërë dikot të paralizuar, mund të jesh aftësinë për të folur, për të ndërvepruar, por mund të lërë pasojë dhe sëmundjen e tokës që është epilepsia post-traumatike. Dhe më pas në mosha pak më të vjetraj është insulti cerebral, ishemia dhe hemorragjia cerebrale, që mund të jenë shkaktar. Jo çdo ishemi dhe hemorragji jep epilepsi, por ato që janë të vendosura në korën e trurit kanë një tendencë për të dhënë krizat të sëmundjes së tokës. Tumoret e trurit pastaj, që mund të jenë në çdo moshë, po me kalimin e kohës, domethënë shtohen se janë dhe tumoret sekondar, metastazat që godasin trurin në mosha pak më të rritura, që janë shkaktar të epilepsisë. Edhe më pas, në moshat akoma më të vjetra, është parsa dhe Alzheimeri, demenca. Humbja e kujdesit. Domethënë, dëmtimi ose atrofia që pëson truri, pra dëmtimi i neuronave mund të jetë një ndër simptomat edhe sëmundja e tokës. Ka shumë në vendin tonë se ti je çdo ditë në kontakt me persona të cilët vuajnë nga kjo sëmundje. Ka shumë? Ka të sëmurë me epilepsi. Të sëmurët me epilepsi ndiqen në të gjithë Shqipërinë që nga qytetet që kanë patjetër neurolog, pra është një sëmundje në shumicën e rasteve lehtësisht e identifikueshme, sepse të vjen pacienti të thotë ose familjari, zakonisht shoqërohen, sepse një pjesë e tyre nuk mban mend edhe krizën, që të thonë një simptomatik e cila ka një patern të njëjtë, pra shumë e rëndësishme që të kuptohet dhe ky patern, se zakonisht krizat që ka një person janë të njëjta. Pra në qoftë se ti ke një krizë të thjeshtë, me një dridhje të dorës dhe të fytyrës, këtë tendencë krizash do kesh gjithmonë. Ndonjëherë mund të bëhen dhe sëmundje e madhe, por tendenca është e një paterni të vetëm. Kurse disa të tjerë vuajnë nga sëmundja e madhe e tokës dhe këto patern kanë. Disa e kanë me çrregullime të shikimit, disa e kanë me çrregullime të ndjeshmërisë, disa e kanë me paralajmërime, disa e kanë pa paralajmërime. Po paterni i njëjtë në një person, kozjatja, mënyra si ndodh, faktorët e riskut, pra merret një studim i tërë i gjendjes së pacientit në bazë të referencave të vetë pacientit, të familjarëve, pastaj plotësohet dhe me ekzaminimet e tjera për vënje e diagnozës, dhe kjo diagnozë vihet në gjithë Shqipërinë. Që nga mjekët pediatër, neuropediatër në rrete, mjekët neurolog në rrete, në qendrën spitalore ekziston një punkt i veçantë që quhet punkti i epilepsisë. Ne s'kemi qendër të mirëfillt epilepsi, po kemi një punkt ku të gjitha epilepsitë e Shqipërisë vlerësohen, diagnostikohen, protokollohen dhe është një punë e jashtëzakonshme që ka bërë qendra spitalore në këtë rast, por dhe në spitale private që tashmë janë të pajisur, patjetër dhe me neurolog dhe me diagnostikën e nevojshme për të vënë këtë diagnozë. Unë kam përshtypjen që një smur me epilepsi ka një jetë shumë vështirë. Ka një jetë të vështirë për shumë arsye. Ja bën të vështirë edhe personave përreth, me të drejtën. Edhe kjo është.
Tani të themi, nuk them që ta shikojmë as si viktim, nuk them as të jemi në egoizmin e diagnostifikimit së bashku. Por ka një jetë të vështirë për disa arsye. E para, në ndjesinë sociale, po ta marrim, nuk e kanë të lehtë të përballen me këto diagnozë sepse pjesa tjetër nuk e njeh, edhe siç tham edhe mund ta mistifikoj. Po. Dhe ndihet gjithmonë keq përballë të tjerëve. Shpeshherë pacientët me epilepsi tentojnë ta fshehin, dhe jo vetëm pacientët, po dhe familjet e tyre, gjë që tregon dhe barrën që ata perceptojnë përkundrejt ambientit dhe familjarëve të njohurve. Një pacient me epilepsi nuk e ka asnjëherë të sigurt se kur do bëj krizën. Pra krizat epileptike janë të paparashikueshme. Mund të ndodhen në çdo moment. Mund të ndodhen tek ata që smjekohen, por mund të ndodhen dhe tek ata që mjekohen kur krijon disa faktorë që nxisin krizat. Pra ata nuk e parashikojnë dot, dhe duke qenë se kjo sëmundje nuk parashikohet se kur do ndodh kriza e radhës, ata nuk mund të ngasin makinën, pra janë të privuar nga ngarja një automjete, nuk mund të kryejnë disa profesione të caktuara, nuk mund të jetë kirurg, nuk mund të jetë elektricist, nuk mund të ngas kamionin, pra janë disa profesione të cilat me ligj nuk lejohet që t'i kryej një pacient që vuan nga epilepsia. Një pacient me epilepsi nuk mund të konsumojë alkool, sepse mund të nxitet kriza. Nuk konsumohen këto substanca të cilat rritin nxirtshmërinë e trurit, siç janë pijet energjike, siç është kafetina, siç janë çokolatat, siç është Coca-Cola. Pra ky është dhe një trajtim që duhet të kenë atë personat epileptik gjatë gjithë kohës. Kenë gjatë gjithë kohës. Janë pacientë të cilët për shkak të krizave që bëjnë, edhe marrëdhëniet me pullëdhënësit nuk është se i kanë shumë të mira, sepse pas krizave ata do marrin leje nga puna, performanca shpeshherë nuk do jetë ajo që duhet. Për shembull, tek fëmijët e vegjël që vuajnë nga epilepsia dhe shpesh nuk kuptohen, ta mund të krejnë kriza shumë të vogla dhe duket sikur fëmia nuk po ecën mirë me mësime dhe mund të ketë rreth deri 100 kriza në ditë. Duket sikur fëmia fiksohet, të shikon dhe nuk të ndjek. Në të vërtetë ai është duke bërë një krizë. Normalisht në ato momente ai nuk merr informacion. Dhe duket sikur është i ngatë, duket sikur është Ky është momenti i parë që mund ta dallojmë fëmijën. Një ndër format që quhet absanca, pra një ndër format e krizave epileptike. Që në momentin që lind, a mund të kontrollojmë ne një fëmijë apo një person që mund të ketë predispozitën për të qenë epileptik? Jo, nuk në qoftë se nuk bën një krizë. Duhet bëj një epileptike, nuk kemi asnjë. Nuk bën ndonjë kontroll i përgjithshëm. Çfarë? Kontrolli i përgjithshëm bëhet për çdo fëmijë që lind. Çdo fëmijë që lind është shumë e rëndësishme, do me thënë ekipi që lind të përcaktojë nëse ka vuajtur ose jo gjatë lindjes, ka një pikëzim të veçantë, të cilën shënohet në fletën e fëmijës, dhe ky është një orientim edhe më vonë nëse ka vuajtur apo jo. Shënohet, prindi mban në mënyrë të rregullt vaksinimin, kur ka temperaturë të lartë, do me thënë, është e njohur, thash, edhe në popull kjo ndjesi që mos e lër fëmijën të bëjë temperaturë të lartë, sepse mund të bëjë epilepsi ose mund të trurit të dëmtohet realisht dhe të bëjë edhe çrregullime më pas të kondicionet. Kështu që ky është kontrolli, plotësohet me ekzaminime, me analiza në momentin e lindjes. Pra ka një përkujdesje shumë më të madhe se dikur që njerëzit lindin aty ku mundet. Ja linin gjindëve. E kupton? Dhe në rast se bën qoftë edhe një krizë të vetme, vlerësimi pastaj do jetë me neuropediatrit. Me një krizë të vetme nuk fillohet zakonisht të trajtim kur nuk ka një shkak për të cilin ti je i bindur që do jap edhe një krizë tjetër. Pra, duhen 2 ose më shumë kriza për të vendosur diagnoza e epilepsisë realisht. Do të flasim edhe për diagnozën, por edhe se si t'i japim ndihmën e parë, menjëherë pas klipit që Albani ka përgatitur. Fakt, sepse përpara disa ditësh në Spitalin Amerikan erdhi një ndër shkencëtarët, neurokirurgët më të njohur të Europës, për mos thënë të botës, në fakt. Po themi të Europës, të Europës, profesor Dr. Felix Rosenau, shpresoj ta kem thënë mirë emrin, i cili dha eksperiencën e tij në këtë spital me gjithë sëmurët epileptik, dhe ne me vështirësi të madhe, duhet thënë, sepse kishte shumë njerëz, arritëm t'i merrnim një intervistë të shkurtër, e ndjekim.
Një në sëmundjet më të vështira edhe më të veçanta për të diagnostifikuar në fakt është edhe sëmundja e epilepsisë. Risit në spitalin amerikan nuk kanë të sosur. Sot në këtë spital ne do të intervistojmë profesor doktor Felix Rosenau, i cili është një ndër shkencëtarët të neuroshkencës që merret pikërisht me studimin e këtyre rasteve. Flasim gjithmonë për rastet më të vështira. Ditën e sotme do të marrim një intervistë të këtij profesori për të njohur më në detaje me këtë sëmundje, por edhe në mënyrën se si ato mund të kurohen, duke filluar që nga diagnostifikimi e më pas marrja e ilaçeve e deri tek rastet më të vështira ku nevojitet dhe ndërhyrja kirurgjikale. Si lindi bashkëpunimi me spitalin amerikan këtu në Tiranë dhe si e vlerësoni këtë bashkëpunim? Well, we first had a patient from Albania in Frankfurt at the Epilepsy Center. Fillimisht kishim një pacient në qendrën tonë të epilepsisë në Frankfurt, i cili ngeli shumë i kënaqur, dhe më pas njoha drejtorin e spitalit amerikan, dhe ai mendoi se do të ishte me sens që unë të vija në Tiranë e të takoja disa prej pacientëve të këtushëm. Dhe të shpjegonte se si diagnoza kirurgjikale e epilepsisë funksiononte. Pre-surgical epilepsy diagnosis is done, and I think a cooperation makes sense because Dhe ka sens ky bashkëpunim sepse kirurgjia e epilepsisë nuk bëhet në rutinë, për shkak se mungon edhe teknologjia për të realizuar atë. For enough patients in this country. And one of the reasons Siç mund të jetë edhe monitorimi 24 orë apo më shumë me video EG. Është epilepsia e kurvueshme? Duke patur parasysh që ju jeni një shkencëtar i cili studioni. Yes, it's actually considering it's a chronic neurological. Duke qenë se është një sëmundje kronike, është e trajtueshme në 70% të rasteve. Por ka një 30% të rasteve ku terapia nuk e çliron të sëmundjen nga kjo sëmundje. Dhe në këtë 30% mund të rikonsiderosh apo ndorosh terapinë. Dhe për një përqindje tjetër, sidomos kur ka një fokus të trurit, mund të ndërhyet dhe të hiqet kjo pjesë për të bërë edhe shërimi nga kjo sëmundje. Dhe pas heqjes së këtij dëmtimi, pra me anë të kirurgjisë, i smuri shërohet? Well, what we usually achieve is that somebody who is not seizure-free under medication. Edhe pas kirurgjisë, disa pacientë mund të vazhdojnë të marrin mjekime. Keep taking their medication, frequently at a lower dose. Por edhe nga grupi atyre që nuk janë trajtuar me mjekime pas kirurgjisë epileptike, 50 deri në 70% të tyre të paktën edhe në mjekim janë pa kriza. Me që jemi tek krizat, a mund të parashikohet një krizë epileptike? That is sometimes the case, but quite rarely. Në shumicën e rasteve nuk mund të parashikohen. Ka raste që femrat, për shembull, mund të kenë të lidhura krizat me ciklin menstrual. Ato 3-4 ditë mund të kenë kriza, ose për shembull kur pinë alkol ose rrin pa gjumë. Dhe e ndjejnë që këto mund ta nxisin krizën. Por në shumicën e rasteve, kriza nuk është e parashikueshme. Prandaj, kjo e bën kaq të keqe krizën epileptike. Pasi kjo mund të ndodhë në rrugë, në ujë, në shtëpi, mund të ndodhë gjithandej. Krizat epileptike nuk janë të parashikueshme. Doktor Esham, në Europë bën ndërhyrje për sa i përket të sëmurëve epileptik. Në Shqipëri ndodh? Tani, mund të themi që epilepsia fatmirësisht në rreth 70% të rasteve është mirë e trajtueshme dhe e dominueshme me medikamente. Vetëm me medikamente? Në disa raste shërohet plotësisht, në disa raste gjithsesi është e dominueshme, pra pacienti është pa kriza duke marrë antiepileptikët. Në rreth 30% të rasteve, pavarësisht se provohen disa skema terapeutike, pacienti vazhdon të bëjë kriza. Pra këto quhen raste refraktare. Dhe në një përqindje të këtyre rasteve, tentohet të identifikohet vendi i trurit i sakt ku nis kriza epileptike. Dhe kjo bëhet me studime të mirëfillta, studime që fillojnë që nga mënyra se si pacienti shpjegon krizën, pra që sugjeron që është ajo pjesë e trurit që po flet realisht,
bëhen studimet elektrofiziologjike, bëhen rezonanca, mund të bëhen studime shumë më të hollësishme, si që shpeti, spekti, janë disa ekzaminime relativisht më të sofistikuara, dhe në qendra të veçanta, si që është qendra ku punon profesori, bëhet dhe ajo që quhet kirurgji e epilepsisë. Në Shqipëri është bërë kirurgji ku epilepsia ka qenë një ndër simptomat që ka ardhur për shembull nga tumori i trurit, që ka ardhur nga malformacione të ndryshme. Dhe në qendrën spitalore janë bërë dhe raste më të veçanta se sa këto përsa i përket me sa di unë, përsa i përket sklerozës meziale temporale. Gjithsesi në qendra të veçanta epilepsisë, siç është qendra që është në Frankfurt ku punon profesori, bëhet një studim edhe për rastet kur truri mund të duket fare normal, pra në studime imazherike, por identifikohet elektrikisht një vend që prodhon krizën. Dhe në këtë rast bëhet që ky vend me ndërhyrje kirurgjikale të hiqet dhe në shpresën e madhe që mund të shkojë në 60-70% të rasteve, epilepsia të shërohet. Jo çdo rast me epilepsi që nuk i përgjigjet mjekimit shkon në kirurgjinë e epilepsisë. Tash janë studime të mirëfillta që çojnë në gjetjen e këtij vendi të veçantë i cili mund të rrezikohet, të hiqet pra dhe të prodhojë lirshmëri nga kriza. Dhe për dikë që ka vuajtur një jetë të tërë me kriza epileptike dhe ka pasur këto kufizime dhe ka pasur këtë stigmë, kjo është një gjë, një dhuratë nga Zoti. Një jetë e dytë mund ta quajnë. Megjithatë, është një përqindje që nuk shkon tek 100%. Dhe në raste të veçanta, prandaj bëhen studime shumë të rëndësishme që të studiohet ku origjinon kriza, në rast se hiqet a dëmton të folurin, a dëmton kujtesën, a dëmton lëvizjen, pra bëhen studime me ndonjëherë me elektroda që vjen dhe brenda kafkës edhe thellë në trup për të bërë këtë studim dhe për të arritur. Çdo grup mosh mund ta bëjë këtë ndërhyrje? Kuptohet çdo grup mosh që i përgjigjet, pra që ka indikacionin për ta kryer këtë kirurgji, e cila nuk është kirurgjia, po themi, e zakonshme për të hequr një lezion të madh, është një kirurgji fine që bëhet në qendra të veçanta që quhen qendra epilepsie, ku gjithë stafi është i specializuar për këtë aspekt. Mirë, ndërkohë na jep disa këshilla për ndihmën e shpejtë që ne mund t'i japim një personi që në moment po kalon një krizë. Tani, për krizat e pjesshme, ndihma e shpejt nuk është se ka ndonjë ndihmë të veçantë, ato janë të vogla, disa sekonda deri në shumë pak minuta, dhe ndihma do jepet në rast se këto kriza do ishin të përsëritura, pra do ishin shumë shpejt njëra pas tjetrës që pacienti do sillen në spital. Në rastin e krizës së madhe, në krizën e generalizuar, kur pacienti e ndjen krizën, pra ka disa pacientë që kanë disa perceptime fizike ose dhe emocionale përpara krizës. Në rast se pacienti e ndjen krizën, duhet të gjejë patjetër vendin më të rehatshëm që edhe në rast se bie të mos dëmtohet dhe të lajmërojë dikoj që ka afër. Në rast se pacienti nuk e ndjen krizën dhe e gjen të rrëzuar për tokë, gjëja e parë, koka kthehet anash që të rrjedhin sekrecionet, pra nuk tentohet me ato metodat e kapjes së nofullës, kapjes së gjuhës, duke i rënë faqeve, duke rritur traumën e kokës që mund të jetë, kthehet anash, i vihet diçka e butë pas kokës që se koka mund të goditet në tundjet që ka vetë kriza epileptike. Në rast se kriza... Ujë, raki, sheqer, që në ndodhë shpesher në momente e personave që... Kriza epileptike është e vetë kufizuar. Pra, ka kohën e vetë deri në 2 minuta, pastaj fillon pacienti merr vetën, nuk është se me njërë qohet në këmbë dhe bën gjërat e përdiqme, përkundrazi, ai merr vetën gradualisht, mund t'jeti i përgjumur, mund t'jeti i lodhur. Dhe ne si duhet reagojmë më pas? Thjesht duhet t'i rrim afër dhe në rast se krizat përsëriten, pacienti nxihet, janë shumë të shpeshta çohet me njërin në spital. Po të rëndësishme janë krizat që ndodhin në gra shtatzëna, në persona që vuajnë nga diabeti, ose kur pas krizës ka dëmtuar, shife që ka dëmtuar kokën, sepse mund të psoj dëmtim real të trurit nga kriza, nga përplasja. Kështu që është shumë e rëndësishme asistimi i krizës dhe përkujdesja që të mos e dëmtosh dhe të mos dëmtosh, dhe në rast se kriza zgjat, patjetër dërgohet me njëherë në spital. Si mund të mbahet në kontroll? Me mjekime.
Me mjekime. Me ilaç. Ka disa grupe preparatës që përdoren dhe thash në shumicën e rasteve fatmirësisht, kjo sëmundje mba shumë mirë nën kontroll me medikamente. Por ka dhe një gjë. Është e rëndësishme që këto medikamente mund të merren për një kohë të gjatë, ndonjëherë dhe për gjithë jetën. Shpeshherë pacientët lodhen, i lënë. Pra, nuk kam kriza, e shikojnë, i ndërpresin, 2-3 muaj, thotë e shikojnë që jam mirë dhe pa ilaç, pastaj bëjnë një krizë që mund të jetë edhe më e madhe se ato që kanë pasur dhe e rrezikshme realisht. Plus kanë edhe një gjë, ngatrojnë oraret, për shembull nuk duhet jenë shumë korrekt me këtë sëmundje. Edhe mjekët që i ndjeken, të paktën një herë në disa muaj duhet të shohin edhe nivelet e mjekimeve në gjak. Pra pacienti gjithmonë kur e pyet të referon që i marrë në rregull, megjithatë këto mjekime shifen dhe në gjak dhe dozimi në gjak tregon nëse pacienti po e merr mjekimin, nëse ti i ke dhënë dozën e duhur dhe nëse kjo dozë ndoshta është më shumë se ç'duhet, mund të kalojë dhe në nivele toksike mjekimi. Pra kontrollohet nëpërmjet. Kështu që kontrollohet gjaku, kontrollohen dhe organet që mund të dëmtojnë realisht mjekimet, sepse edhe mjekimet kanë efekt anësor ndonjëherë dhe shumë të rëndësishme. Ndonjëherë dhe pacientët nuk i tolerojnë. Dhe kur një pacient nuk toleron një mjekim, është e rëndësishme ta ndrosh, t'i japësh një alternativë që ai të jetë kompliant me terapinë. Një pyetje e cila vetë ti u lind në fakt. Kjo sëmundje, epilepsia, është sëmundje vdekjeprurse? Epilepsia ka një vdekshmëri rreth 3 herë më shumë se popullata e përgjithshme. Pra, krahasuar. Dhe vdekja mund të vjerë, domethënë, nga vetë kriza epileptike, krizat të shpeshta kalojnë ato që quhet status epileptik dhe truri ngelet, po e theme në gjuhë shumë popullore, në një gjendje të ndezur dhe nuk rikthehet në stadin normal për të kryer funksionin e tij të zakonshëm. Ndonjëherë krizat epileptike vdesin se mund të mbyten, shkojnë la, një pacient me epilepsi nuk mund të lahet vetëm, as në det, as në pishin, as në vas, as duhet mbyllur në dhoma me çelos, ku po i ra kriza ti nuk e asiston dot, as duhet të hypur në terraca, në pemë, pra çdo gjë duhet menduar që në rast se ndodh kriza, që është e papritur, çfarë do më gjej mua dhe si do asistohem unë. Domethënë vdekja vjen, le ta quajmë, nga faktorët. Jo vetëm. Pra tham, mund të godas kokën, mund të mbytet, mund të digjet, por dhe vetë kriza epileptike, për shembull, te kriza që ndodhen në gjumë. Ka njerëz që flën me kokën në jastëk, kështu përballë, mund të mbyten. Ose vetë kriza epileptike mund të bëjë që zemra të psojë aritmi dhe kjo të jetë një nga shkaqet e vdekjes. Dhe po i vihet në të gjithë botën shumë teksi vdekjes së papritur dhe të pashpjeguar në epilepsi, që fatmirësisht nuk është shumë, por duhet ditur që ndodh më tepër tek pacientët që vuajnë nga sëmundja e madhe e tokës, pra nga format e gjeneralizuar, dhe forma që ndodhen gjatë natës, dhe pacientët që s'marrin mjekime. Okej, mirë, sepse ka pafund për të folur për këtë sëmundje, ne kam mbaruar kohën, ne falenderojmë shumë. Faleminderit. Ne të kishim në studio, ndërkohë ne do t'i lëmë hapësirën edhe edicionit informativ të radhës në orën 12 në ekranin e Top Channel. Bashkë, miru takofshim. Ditë mbar gjithë dhe pafshim.